Shikues të dashur të Radio Televizionit Iliria, mirë se po takohemi si çdo të shtunë tjetër edhe këtë të shtunë bashkë me Ganën në emisionin tridimensional. Po flasim sot për një temë shumë të rëndësishme, po flasim për suksesin. Gjithë ne jemi dëshmitar kur shohim storjet të ndryshme të suksesit në rrjetet sociale. Por pyetja është, ky sukses a vije pas punës së fortë apo pas fatit? Gane, cila është mendimi yt për suksesin? A vjen si rezultat i punës apo është fat që dikush mund ta ketë? Vale, me folë për suksesin realisht është pak e vështirë, sepse shumë ka rëndësi çka njeri e konsideron sukses. Për dikon një çështje e caktuar mundet me u pa si sukses, po në anën tjetër për dikon tjetër mundet mos me u pa si sukses. Prandaj është pak vështirë abedin me e definu, po në shoqërinë tonë zakonisht sukses shihet një arritje caktuar në një fushë caktuar. Sado që suksesi evolon ose edhe ndryshon bashkë me ndryshimin e kohës. Diçka që dikur ka qenë sukses, sot nuk është sukses. Po mënyra se qysh sot servohen storjet e suksesit që te e përmende, atëherë ajo të bën me mendu që njerëzit kanë tendencë me i shfaq në rrjetet sociale veçmas atë finalen e rezultatit që kanë mri, qoftë me punë, qoftë me kreativitet, qoftë me përpjekje, qoftë me qëndrueshmëri, sepse ka njerëz që vinë deri te një sukses i caktuar veç pse janë të gjendshëm, ka njerëz që arrin të një sukses veç pse janë të vendosur për të arritur deri te suksesi, po sot shohim që sukses shihet edhe me i pas 100.000 followersa, 100.000 ndjeksa, e që në anën tjetër pa na i mund të caktuar mi mrin. Më kujtu një postim me një doktoreshës tefsirit që e ka bërë para pak ditëve në Facebook, e kish përdorur metodë krahasimit. Një shkencëtar me famë botërore në një fushë shkencave që ja shehajrin gjithë shoqëria. Në njërën anë të ekranit, në anën tjetër e kish shfaq një turk, është një tiktoker, emrin nuk ja di, po i bën televizje me bark edhe ndjeksa të panumërt, shpërndarje të paimagjinueshme ndonjëherë. Veç me lëvizje të barkut. Kështu që tashmë pa kush është realisht i suksesshëm, domethënë nëse dojna me pa për rrjeteve sociale. Prandaj gjithçka që thuhet sot për suksesin, na duhet të shpjegojmë çka po mendoj kur pi referon na suksesit. Kështu që për mua natyrisht shkencëtari është sukses. Po nëse e bojmë një matje të ndjekjes prej audiencës, atëherë turku me bark të madh është. Kur jemi te ky shembull që ju sapo e morët, është e rëndësishme me menduar edhe një çështje. Shkencëtari edhe pas vdekjes së tij mund të qenë shumë i famshëm dhe kena me i përdorur ndoshta metodat ose teknikat ose mësimet e tij ton jetën. Ndërsa ky zotria që me disa lëvizje të barkut ka arritur me marrë një numër shumë të madh të followersave, të ndjeksave, të klikimeve e të tjera, kur ky në një ditë nuk është më në mesin ton, kur nuk është në shoqërinë ton, nuk ka për çka të ndjeket. Edhe është mirë bë dallimin mes të mirës që na shërben dhe asaj që është e përkohshme. Në këtë rast, ky është i përkohshëm, një lëvizje që thjesht bën shaka me të dhe gjithë njerëzit keshin dhe e klikojnë. Dhe në anën tjetër kemi një shkencëtar shumë të famshëm të Zotin për cilët ne marrim mësime çdo ditë dhe do të jetojmë me mësimet e tij edhe pas vdekjes së tij. Prandaj ky është një sukses i merituar. Sot kisha shumë trep diçka me repliku në kundërshtim me ty. Boll mirë se ne të na shohin pak shikuesit ndryshe. Për shembull, nëse i qasemi një qasjes psikologjike, që jeni ju psikolog që keni marak me e promovu shëndetin vendor, atëherë kush të bën me u ndje më mirë, kushtimisht po them, shkencëtari që po përcjell zbulime shkencore që natyrisht janë në dobi të shoqërisë në çfarëdo fushë që ai studion, apo turku që të bën me u ndje happy. Tash imagjinoj ai 80 milion njerëz për shembull e kishin shikuar në një video. Edhe është e pamundur ti mos me të bë me qesh, se nëse nuk të kish bë me qesh, nuk të kish bë me u ndje mirë. Për një moment caktuar nuk e kish shikuar kërkush. Tash momenti kur ndihet mirë njerë që më tash kur e kujtojmë keshë, tash imagjinoja për shembull me qatë sen me mri që ka shumë rezultat. Po në anën tjetër me i bë me qesh 80 milion njerëz, dikush e ka shikuar prej kurreshtjes, që është bona edhe
dikush veç hajt pse po më disponon për momentet caktume, po pavarësisht qëllimit, pse është shiku, që ata njerëz që kanë shikuar është pa mundur, mos me qesh. Tash momentin kur qeshëm, jo psikolog thonë që lirohet dopamina dhe bën më ndi mirë. Momentin kur ndihesh mirë, hajt thuaj që s'ka pas sukses, ai për me kur dalim te ky rast, ma ne dalim kundërshtim me veten. Po, shumë mirë kur të referohemi te tash pak me sarkazm, po me të vërtet ai të bën me mendu që suksesi ndryshon varësisht prej kohrave, se dikur ka qenë e pa imagjinueshme që mundet dikush me mrri, me i pas që ka ndjek sa me një budallak, kushtimisht po them. E që këto janë të shumta dhe trendi mandej. Ganen, kur shohemi në rrjetet sociale storje të ndryshme të suksesit, rrallë kush prej atyre që ka arritur një sukses e tregon realisht e tregon rrugën, e curinë asoj pune, e tregon procesin. Mandej njerëzit që i shohin këto suksese nuk po arrin, ndoshta me pa që dikush ka hjek, ka pas mend, ka pas sakrificë, ka pas telashe, ka pas dështime, sepse dhe dështimi është pjesë e suksesit. Rrallë herë një sukses mund të jetë i fuqishëm nëse s'ka pas dështime, sepse dështimit janë ato që të forcojnë, që të kalitin, që të mësojnë që ti nesër kur të arrish në majën e suksesit me mbajt atë sukses. Sepse dikush që thjesht e ka marr, sepse është e vërtet. Njerëzit ka raste kur arrin suksesin edhe me fat. Nëse dikush ka trashëguar një pasuni prej dikujt ose dikush me një lëvizje të vogël është bë shumë i famshëm, ai ka kurrë një sukses. Po sfida më e madhe e këtij suksesit të tij është si ta mbaj atë. Mandej, pyetja ime e drejtuar për juve është kjo. Njerëzit që në rrjetet sociale shohin storje të ndryshme të suksesit, por nuk e shohin mundin që ka ardhur deri aty, a i ban kjo mandej mos me punu shumë për punën e tyre, për suksesin e tyre, sepse ata thjesht po e shohin suksesin e dikujt, jo edhe punën. Momentin që nuk e shohin punën, ata pritojnë dhe janë të demotivuar me fillu me punu për një sukses e tyre. Ma kujtove një teori të një shkencëtari, një sociologu të madh, Pierre Bourdieu, kur thotë, domethënë ka një teori kur flet për kapitalin social, edhe ai e sheh suksesin ose kapitalin shoqëror, arritjet, e sheh si produkt i rrethonave sociale në të cilat njeriu jeton. Domethënë sipas tij nuk është diçka që mrrihet si individ, po janë edhe faktorë të jashtëm, faktorë shoqëror, veç mas që ata që të shtyjnë përpara për me arrit deri te një sukses i caktuar. Prandaj e përmendet, domethënë, të trashëgoni diçka, familja ka një rol të jashtëzakonshëm në suksesin e individit. Absolut. Sepse në momentin kur e ke mbështetjen e familjes, natyrisht që e ke shumë më të lehtë për me arrit deri te një sukses i caktuar. Qoftë në fushën e biznesit, qoftë në fushën e shkencës, qoftë në çfarë do arritje në jetë, edhe në fushën e politikës, nëse e kemi mbështetjen e familjes, mbështetjen e shoqërisë, ti ke arrit një kapital social, një ngritje shoqërore. Prandaj asnjë sukses ose janë të rralla rastet kur njeriu si individ mundet me depërtu ose me ardhur deri te një sukses i caktuar. Ndërsa sa i përket asaj që the që vetëm finalja e një rezultati shfaqet në rrjetet sociale, domethënë promovohet vetëm suksesi dhe jo rruga drejt te suksesi, e që mundet me qenë demotivim ndoshta për të tjerët. Shpesh na bie me dëgju që kur e shohin dikon që është bë magjistër për shembull, në një fushë të caktuar ose ka hap një biznes të caktuar, ka zëra të tjerë thënë kur bre më rrini me bë çta. Shumë shpejt pas ka arrit, nuk kam dëgju. Domethënë i duket diçka lehtë e arritshme, përderisa nuk ka qenë në lëkurën e tjetrit. Po njeriu nuk duhet me u demotivu, përkundrazi kur i sheh tjerë që e kanë arrit një sukses caktuar, një rezultat caktuar, duhet me qenë motiv për me punu më shumë edhe për me mrri më shumë në jetë, cila do që është objektiva jote. Nuk duhet me qenë as faktori mosh, që ai që të pengon për me mrri një rezultat caktuar. Më shpesh e përmendi pa dashur me i bë reklam KFC-s, po me një pul ka qenë i dërmum pronari i gjitha këtyre rrjeteve të mishrave të KFC-s, me një pul e ka nisë biznesin ose me dy pule, edhe që ku kam rri sot e ka qenë pensioner mbas asaj që kam njohuri. Kështu që njeriu nuk duhet me u demotivu, përkundrazi kur e shet dikon që ka mri një pikë caktuar, sot ka mundësi të shumta për me mri deri te një sukses.
ka mundësi të jashtëzakonshme. Veç duhet me u ndalë, duhet me mendu edhe duhet me pa çka ti po synon jetë. Çka kishe dash ti me mri. Po fatkeqësia është që kufet shpesh janë mendjen tonë. Është e rëndësishme që kufet mos me i vendosnë në mendjen tonë. Momentin kur ne vendosim kufe, ata banë edhe real. Sepse na fillojmë besu ato që i kemi thënë vetes. Kështu që nuk duhet të vendosim kufe. Sigurisht, ndoshta ndërpreva. Studentët që studiojnë me vite për me ndërtu një profesion tyne, edhe ata kanë pas një mend shumë të madh. Njerëzit që kanë ndërtu një karrierë, edhe ata kanë pasur një mend shumë të madh. Ç'kjo është puna? Ndërsa kur është fati, kur jemi të fati, fati shpesh t'i hap dyert, t'i hap mundësit. Po në mënyrë që realiteti qëndron mes të dyjave, mes punës edhe mes fatit, për me ardhur te suksesi. Pra puna të përgatit, fati të jap mundësin. Pra po nëse njeri nuk është i përgatitur, nëse njeriu nuk e ka përgatit vetvete, nuk është mundu, thjesht edhe kur t'i vjen fati, kur t'i vjen mundësia, nuk ka me ditë me shfrytzu. Prandaj është rëndësishme fatin, krejt na kemi nevojë për fatin, po është rëndësishme që na me përgatit veten. Prandaj është rëndësishme çdo ditë me punu. Mirë thatë, me e caktu vetes tonë çka po dojna, e madje me punu fort për ëndrat tona, pa pas nevojë me u ndiku prej rrjeteve sociale që na shohim vetëm mirë aty. Krejt ato të mira që na i shohim diku, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në jetën reale të dikujt, thjesht po e shohim rezultatin, po e shohim suksesin, po ne nuk jemi përballë me sfidat që kanë kaluar ata njerëz për marrë të suksesi, sepse e besoj fuqishëm që kushdo që ka kurrur sukses, ka pasur një punë të madhe mbrapa atij suksesi. Natyrisht se dashta me ndërlidh me një diçka që më bani përshtypje para pak ditëve në takim me disa amike, po diskutojshim për raportet familjare, edhe njëra prej tyre sot tha është bë të jep ndjenjë të gëzimit nëse e shet dikon që është krah bashkëshortit edhe familjes bashkëshortit edhe duket e lumtur. Më ka bërë shumë me reflektu. Do më thonë kemi ardhur në qatë gjendje si shoqëri që nështë sot me e konsideru sukses nëse dikush arrin me e rujt familjen e vetë, për mos me u shkatëru. Konsiderohet sukses rujtja e lidhjeve më të gjëra familjare, rujtja e lidhjeve farefisnore, sepse njerëzit janë në konflikt të vazhdueshëm me njëri tjetrin. Prandaj po them që njeriu varësisht prej pozicionit që është, edhe prej asaj që shdon me pa suksesin që ato edhe konsideron sukses. Se vjen kjo ditë me pa sukses ose arritje, pse dikush i ruan lidhjet farefisnore dhe lidhjet familjare, kjo kurs na ki shku mendje kërkujt. Po, a kërkohet sakrificë sot për me rujt familjen, rrethin familjar, edhe lidhjet farefisnore me i rujt, po natyrisht llogaritet shumë sakrificë. Sepse duhet durim, sepse duhet me nda kohë, e tjera, e tjera. Kjo më bën domethënë tamam me u përgjigj asaj që suksesin varësisht prej çka e shohim sukses. Qysh e shohim edhe në çfarë kohë jetojmë për më llogarit sukses, sepse sot nuk mundesh më llogarit sukses me pas dikush një biznes, sepse shumica e njerëzve që kanë biznese, natyrisht me qenë fuqishëm është diçka tjetër. Po nuk mundet me llogarit sukses as nëse dikush e përfundon një fakultet, sepse mundësitë për me ardhur deri te përfundimi i fakultetit janë të mëdha, por është shumë vështirë me rujt familjen. Me rujt cilëtërsinë e shpirtit. Do të vazhdojna te njëjta temë, se po më pëlqen këtu ku hyne, po do të shkojmë me një blog të shkurtër marketing e kthehemi përsëri. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend.
Po kthyem prapë në studio pas një bloku të shkurtër marketing. Gane ishte shumë mirë duke e thonë një mesazh ose një shembull të jetës reale kur njerëzit mbaret kritikisht çka konsiderojnë sukses. Sukses për dikë është një arritje profesionale, për dikë është një punë, për dikë është një titull, për dikë është familja, e për dikë është edhe rritja e fëmijëve. Ju shumë mirë e cekët që thjesht sot çdo kush e ka mundësinë me ndërtu një karrierë, çdo kush sot e ka mundësinë me ndërtu ose me formu ose me kriju biznese, po çdo kush e ka mundësinë me kriju edhe fakultete, po çka konkretisht dashit të thonit kur jemi te profesione dhe suksesi që mund me arrit njëri në jetë? Unë konsideroj që të një profesion i caktuar ose të një zanat i caktuar ka shumë rëndësi përpjekja edhe vendosmëria e individit. Cili do individ që e përcakton si qëllim për me pas një profesion caktuar, punon fort, përpjekët fort, atëherë ka me mri rezultatin pa asnjë problem. Këtu ka shumë edhe rëndësi qëllimet që njeri ja ka përcaktuar vetvetes, ose pritshmëritë që i ka pas ndërtuar prej fëmijë për veten e tij. Sepse dikush ndoshta me diçka pak që ka mri në jetë, e konsideron vetën si shumë të suksesshëm. Unë shpeshherë thon i ngreh cepat e krave, ec rrugës me, do të thonë aspektin metaforik, ec rrugës me krenari, se çka ku mbane nuk ka bë kërkush. I njëjti rezultat për dikë tjetër mundet me qenë diçka minimale edhe as nuk e vlerëson sukses, sepse pritshmëritë e tij kur ka qenë i vogël, kur e ka pa vetën ose të ardhmen e tij në pasqyrë, kanë qenë shumë më të larta. Ndoshta ka ndru me qenë president ose ministër i një vendi, po sot e ka një punë të caktuar. Ndërsa dikush tjetër që nuk ka pas ndonjë ambicie për të ardhmen, nuk e ka shikuar veten në një pozicion të lartë social, sot me një diçka të vogël i duket sukses edhe shkrihet me çat arritje. Prandaj kjo ndryshon nga individi në individ, prej rrethonave, domethënë të ndryshme të jetës, edhe nuk është diçka që ka vull për secilin. Po unë personalisht, natyrisht na si besimtar, na kemi një qëllim të caktuar. Na synojmë një sukses për të mureve të kësaj bote. Për mu, sukses është nëse mri që në frymën e fundit me thonë s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguari i tij. Për mu vetë që ky është sukses, kur gjë tjetër. Ose bërja një veprës me sinqeritet plot veç për hatër të Zotit. Për mua është sukses nëse një individ i caktuar në frustrimin e tij më të madh arrin me i mbyll dhëmt, me frenu veten, mos me dëmtu as veten, as mos me nxjerr një fjalë të pahishme veç për hatër të Zotit. Për mua sukses është me bë dikon me ndje mirë e me ndihmu dikon për diçka. Atëherë, në rastin tanë, tash edhe prej bindjeve personale që i ki, varet edhe qysh e shes suksesin. Që t'jep me nënkuptu që, për shembull në rastin tanë, shembull që ti more për atë që ka ti e konsideron sukses. Këtu nuk duhet shumë fati, këtu duhet përpjekja jote. Pra, pas ka gjana që na gjithmonë mendojna që duhet edhe punë, edhe për kushtim po edhe fat, për me arrit një sukses, cilin do sukses në jetë, po në rastin e shembujve që ti i more, këtu nuk ka nevojë për fat. Mjafton që ti të bësh përpjekje për atë që don edhe besoj që mundet me arrit secili. Ndërsa të shembuj që i more, për shembull se një i ri, një fëmijë ka ndruar me qenë president ose ministër, ai ndoshta ka punu, po thjesht ka pas fatin. E këtu në mungesën e fatit s'mundesh me arrit sukses. E diqysh, nëjherë fati, jo nëjherë, po fati dhe hizmeti janë dy çështje që shkojnë paralelisht njëna me tjetrën. Sepse ti nuk mundesh me thonë, po preson e tash prej fatit edhe kamën me kam në të më vjen rezultati. E vërtet. Jo, aty natyrisht që nuk e pas fat. Ti ja bën hizmetin deri në pikën e fundit. E mandej, mbështetës Zotit edhe për atë fatin. Ne kemi shembull, nëse s'gaboj kemi përmendur edhe më herët, është shembull i këtyne lojtarëve të futbollit që njeh krejt bota Messin edhe Ronaldon. Njëri është talent i lindur, ndërsa tjetri është që ka ushtruar prej i vogël. Sot të dytë ndoshta kanë punu, po të dytë sot janë talent të njohur botëror, janë shumë të suksesshëm, kanë korë fitore shumë të mëdha në jetën e sportit në futboll. Ama njëri ka qenë i lindur, ndërsa tjetri ka ushtruar që i vegjël. Ose nëse marrim shembull Mozartin,
atë muzikantin që ka lindur në Austri. Okej, ai ka lindur me një familje që kanë qenë muzikanta. Pa edhe ka punu, po dhe ka pasur fati me lindur qatë familje, sepse nëse kish lindur në Kinë, me sigurisë s'kish arrit në bani pianist senior, ose me çfarë veglash është marrë Mozarti. E ka shumë shembuj tjerë, që pa pas edhe fatin, nuk ka ndoshta mundësinë me kur një sukses shumë të madh. Nuk ka diskutim, na shumë mirë atë populli ju në bën një hizmetin. Patjetër që do të bëj hizmetin. Këtu kur e përmendim këtë fjalë, kupton punën, përgatitjen, punën, përkushtimin edhe mos më dorëzu. Çdo dështim që ti dorëzohesh, ti urzove pri ëndrës tane hala pa fillu betejën siç duhet. Ëndrat, sukseset, synimet e njeriut shpesh mujnë me qalu rrugës, mujnë me dështu, me pas gabime, me pas dështime, po thjesht ty ato kemi marrë me veti. Ato të ndihmojnë tamam mund ndërtu ti si njeri. Kështu që nuk duhet asnjëherë në cilën do ëndër tonën që ki më dorëzu, për shkak të një gabimi, për shkak të një dështimi. Ato thjesht po ndihmojnë ty që ti me ka akoma më i fuqishëm kur të arrish në majën e suksesit. Por gjithmonë duhet edhe suksesi, edhe përgatitja, edhe puna, edhe përkushtimi, edhe asnjëherë mos më dorëzu, që kjo është shumë e rëndësishme. Për shto nuk kisha dash, domethënë me t'inglu sikur dikush që e mohon komplet çështjen e fatit. Sepse natyrisht që risku është diçka e caktuar, edhe ndonjëherë të vinë do mirësi pa i prit, pa i mendu. Shpesh na vjen me përmend për shembull ndërtimin e autostradës, ose ka pas njerëz që kanë jetuar në fushë Kosovës ose në Prishtinë, nuk po them që kanë qenë të varfër, po ndoshta me nxit kanë mri me ja dal, edhe në fund të lëshu toka e tyne për banesa, edhe kanë mri me u bë milionera mbrana pak kohe. E kjo natyrisht që ka emrin fat. Edhe nuk ka emër tjetër. Ose të çështja e martesave për shembull. Ka djem që janë në aspektin popullor përdorin pika djalit, po përpjek Zoti me një nuse që udhën mos ta preft. Edhe natyrisht që është çështje fat. Mandej ata lindin fëmijë dhe ka problem me unda prej saj, e bën kabull të jetën me duru, veç për mos me prish familjen ose mos me i lëndu fëmijët se është i ndërtuar, që ashtu që i dhimbën me i lëndu, ose e kundërta. Ka vajza shumë të mira dhe hyn këtu ajo fjala në fuqi që thonë femra është darka dreqit. Domethënë edhe këtu vjen në pyetje fati. Natyrisht, po prapse njeri duhet me qenë vigjilent edhe fatit paraprakisht mi bë hizmetin, sepse nuk do të me i lanë gjanat në dorë të fatit. Kur jemi të martesa, nuk është e lehtë, në fillim krejt doken mirë, si vajza, si djali, e tregojnë vetëm anët e tyne pozitive, janë të respektueshëm, të dashtën, mandej fillojnë me tregu ato të këqijat e tyne që i kanë. Ajo ndodhet pas martese. Po kjo është një temë shumë e gjanë, një temë tjetër që kena me bisedu në tardhën ndoshta, edhe me na mysafir. Po kur jemi të fati, gane shpesh të rritë nuk po dojnë shumë me punu, me mundu për suksesin. A mendojnë që nëse ata kanë thjesht një sukses, a quhet sukses ky nëse është pa një përpjekje të madhe? Apo vetëm fat? Unë shpesh herë, kur e diskutoj edhe me fëmijët edhe me adoleshenta tjerë që më vjen me u taku, thëmë, teknologjia është thjesht një pull. Domethënë në aspektin metaforik, që na jemi dëshmitar të luftrave që po bëhen që tash në lindjen e mesme, ose edhe domethënë luftrat që po bëhen mes Izraelit, Amerikës e tjetra. Çka nëse teknologjia bjen edhe gjithaj sukses që është ndërtu prej rrjeteve sociale, prej klikimeve, prej mënyrave të lehta, ai rënohet. Brenda natës rënohet edhe çka kemi mbrite. Inshallah Zoti nuk na sfidon, nuk na sprovon, por megjithatë, domethënë të rrit ndonjëherë duket që janë të mjegullum të çështja e suksesit. Edhe është shumë normale me pritu me punu për një profesion caktuar, sepse dikur ka marrë kohë ndoshta 2-3 ditë për me u realizu një pikturë e bukur, sot qatë pikturë përmes teknologjisë e mrin mbrana pak minutave. Ose për shembull dikur është dashur me angazhu për kthyese, me pagu për një dokument caktuar ose për një bisedë për me u kuptu me dikon nëse nuk e ke ditë një gjuhë caktuar, sot përmes aplikacioneve jenë gjendje edhe me bisedu se ta përkthejnë një diçka të caktuar brenda sekondave.
Prandaj do më thonë është e natyrshme që të rritë me e pas qef me përvecu qatë suksesin momental ose të letë. Do më thonë në mënyrën ma të letë për më ardhë deri te suksesi. Dikur studentët i kanë lexuar ka 400-500 faqe libër për më përfundu një provim. Sot përmes ChatGPT-s veç që thot bën ma një përmbledhje të mirë të këtij libri edhe del me e prezentu para profesorit, lirisht e prezenton ma mirë se studenti i cili ndoshta edhe kam rri me e lexu librin. Prandaj është e natyrshme me e vlerësu ata dhe me e dasht qatë suksesin letë të arritshëm, megjithse jo gjithmonë është ma e mira e mundshme. Po gane kështu si shoqëri, apo e vren që jemi në përgjithësi si të rinjët, si të moshuarët, si moshat e mesme, si ata që punojnë, si ata që nuk punojnë, jemi ka dojnë na vetëm suksesin e shpejt. Nuk na duhet kur gjë tjetër, por dojnë thjesht destinacionin më të shkurt që na çon te suksesi. Po, natyrisht ndoshta ndikimet e jashtme na bojnë me e mendu edhe çto. Edhe kur jemi në moshë ndoshta të mesme, po dhe moshat e shtyme, natyrisht që secili prej natyrshmërisë njerit është me gjetë një rrugë më të lehtë për me mrri deri te qëllimi i caktuar, edhe po besoj që është diçka normale nëse ndodh kjo. Po megjithatë brenda ditës nuk arrihet kurrë që mundet me ofru stabilitet. Gjanat që janë stabile në jetë, ato kërkojnë kohë, kërkojnë mend, edhe kërkojnë sakrificë. Nuk mundesh në diçka të qëndrueshme me mrri në një periudhë të shkurt kohore. Gjithçka don kohën e vet. Edhe bukën kur e përgatitëm e don një kohë të caktuar për me ardh brumi e për me u ndomu bopitalka. E lemo diçka tjetër. Prandaj secila çështje e don kohën e caktuar për me u vlerësu si diçka që mundet me pas stabilitet. Ose nëse marrim shembull dy nëna të ndryshme, ndoshta edhe në vende ndryshme jo afër, të dyjat janë edukatorë të zonjat, të mira, të përkushtuara për fëmijët e tyre, por njëra prej tyre ka pas fatin me pas fëmijë shumë të dëgjueshëm, tjetra më pak të dëgjueshëm. Kjo me të vërtetë ka fat. Edhe është, po e ban hyzmetin që tham, është të shërby fëmijëve, është të ndihmu, po e edukon, po kushton kohë, po ka fatin që të ketë fëmijë të dëgjueshëm. Nësa në anën tjetër e kemi edhe një nën shumë të përkushtuar, por që fëmijët e saj janë më pak të dëgjueshëm, megjithëse fëmijët janë baza asaj që na i kemi edukuar prej të vegjël, jo prej të rritur. Megjithatë, edhe fati ka rolin e vet si në prindrim, si në punë, si në jetë gjithkohë. Pra që vina me një përfundim që në jetë pa punë gjithsesi që duhet të jetë ajo, po edhe fati është një promotor i fuqishëm që ty të ndihmon me arrit qoftë drejt cili do sukses që na e konsiderojmë sukses, siç e thatë ju shumë mirë më herët, varet krejt na çka shohim sukses në jetën tonë. Qoftë familja, qoftë puna, qoftë karriera, qoftë studimet ose fëmijët, çka do qoftë në jetë. Po pa të dyjat prapë se prapë e vështirë. Ama nëse na qëndrojmë, rrim edhe presim na vi fati, edhe ai s'ka ku t'vjen. Kështu që na duhet ta tërheqim fatin drejt nesh, duke punu, duke kërku punën sa më shumë, duke u mundu sa më shumë. Sepse unë besoj fuqishëm që nëse njerëzit janë poezam, nëse njerëzit fetar besojnë shumë te Zoti, në anën tjetër ka njerëz që nuk e besojnë Zotin. Po unë besoj fuqishëm që Zoti nuk ja hap mundin as atij që beson, as atij që nuk beson. Kur jemi të puna, pa dashur me përfshi fen këtë rast. Kur jemi të puna, nëse na punojmë shumë, cili do qoftë, larg besimit, larg kudo tjetër, unë jam e bindur që Zoti nuk ja hap mundin. Prandaj është rëndësishme që na me u mundu fuqishëm për cilën do çështje në jetë, në këtë formë do na vjen ndihma edhe një superfuqie më të madhe, që është në këtë rast Zoti, sepse ai na sjell fatin sigurisht. Unë kam lexuar dikon para një kohë të caktuar që njerëzit që zgjohen herët e shfrytëzojnë paraditën, Allahu ju jep bereqet pavarësisht rreshtimit fetar që ai e ka. Madje gjithë kanë thonë që e merr fatin edhe atyne që po flajnë. Apo bereqetin atyne, kështu diçka. E çdo se pas na dëgju, por realisht edhe vrehet bereqeti i paraditës. Edhe thot Zoti është një sure në Kur'an kur thot pasha paraditën. Domethënë betohet në paraditën, kështu që ata që e shfrytëzojnë pavarësisht a besojnë ajo, Zoti ju jep bereqet edhe ju jep mirësi në një kohë kur muslimanët nuk kanë flajt mas namazit sabahit, edhe gjendja e përgjithshme e umetit e muslimanëve ka qenë ndryshe. Kështu që unë uroj që
prej vetës, e të ti, e të krejt ata që po na ndjekin, me fillu me rikthy këtë tradit tonën, që i zhdasht me qenë e secilit, më kujtohet gjatë studimeve, në momentin kur e kom shfrytzu kohën veç mas në afatin e qeshorit, kur dielli lind shumë herët, nëse i ke nxanë 5 orë me lexu para dite, e ke pas çfarë bereqeti ke pas edhe sa ka qenë gjendje truri me i përthith ato që i ke lexu. Prandaj, nëse ka studenta që po më përcjellin, ju kisha thënë mos lexoni natën, lexoni ditën. Falni sabahin edhe hini shkencës, keni me i vrejt rezultatet shumë më shumë. E gane, me qenë se jemi tani në fundin e emisionit, cili do t'ishte një mesazh i joti për fund që ta mbyllim edhe emisionin? Mesazh. Mundohuni me qenë verzioni më i mirë i vetvetes. Natyrisht që njeriu nuk mundet me qenë i përkryer, sepse njerit përkryer nuk ka. Zoti thot Kur'an, nëse ju nuk kishit mëkatu, ne e kishim kriju një popull tjetër që gabon edhe kërkon falje. Po megjithatë mos me i ndal përpjekjet për me qenë verzion i mirë i vetës, e ajo është suksesi më i madh. Qoftë në raport me vetën tonë, në raport me familjen, me fëmijët, me njerëzit shoqëror që të rrethojnë, sepse sot suksesi më i madh për mua edhe për secilin ish dasht me qenë ruajtja e qeltërsisë së shpirtit, sepse po jetojmë në një kohë me plot inati, me frustrime, me zemrim, diçka që nuk po na bën mirë kërkujt. Sot askush nuk entuziasmohet, besëm, as për diplomat e fakultetit, as për pasurinë që e ke arrit, po nëse te e bën me undi mirë, atëherë ai ka me të vlerësu. Nëse nuk e bën me undje mirë në momentin kur të shen, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në takimet e përditshme, besom që pavarësisht arritjeve ose gradave që mundet me i pas, e sukseseve të një pas njëshme që i ka arrit, prapë se prapë nuk i bën as pak përshtypje. Kështu që bëhuni të mirë, që është suksesi më i madh. Shikues të dashur, faleminderit që na ndoqët. Ndoshta sukses nuk është vetëm puna, ndoshta nuk është as vetëm fati. Ndoshta sukses është kombinimi i të dyjave. Puna të përgatit, ndërsa fati të jep mundësinë. Por një gjë është e sigurt, pa punë fati nuk na duhet. Prandaj punoni fort çdo ditë që të ndërtoni veten e juaj dhe jetën e juaj. Prandaj në vend të presim fatin, le të përgatisim veten tonë çdo ditë, sepse fundja suksesi nuk është vetëm një moment, po është një rrugtim. Mirëmbëjtje.